Shmange dhe gjithë kjo gurgule politike, gjyqësore... Për të bërë këtë gjë, qoftë edhe detyrim paraqifte, arrest shtëpie e kështu me radhë. Por nuk ishte pse të bënte këtë rrugën tjetër. Dhe nuk e kuptoj për çfarë arsye e zgjodhi Spaku këtë lloj rruge. Një shpjegim mund të ishte fakti që duke kërkuar pezullimin nga detyra, ishte një sinjal, le të themi një mesazh i dhënë zonës Balluku që tërhiqur në këtë moment në mënyrë që të mos kalojmë tek rruga tjetër e imunitetit në parlament. Mund të ishte një gjë e tillë, nuk e di se sa qëndron kjo tezë, por ekziston. Po janë tani të gjitha në tav kur ne po analizojmë zhvillimet se si kanë patur vetëm kurbonrice apo jo, kështu që. Por Spaku për mua ka arritur në atë pikën pandi që është në lojën solitaire, nuk e di nëse të kujtohet, kur ti klikon diçka dhe ti nuk e di ku është bomba që të shpërthen. Pra ti mund të klikosh diçka, mund të hapet një terren i mirë dhe ti ndjesh triumfator, por befas kur klikon ke tjetra, shpërthehet çdo gjë dhe ti humb lojën. Dhe kliku nuk ka qenë, mund të ndodhet tek i pari, në mes apo edhe në fund. Eksakt, kështu që në këtë pikë jemi sot. Land, si të duket kauza që ka zgjedhur Berisha dhe Partia Demokratike për të protestuar të hënën në orën 18, nisur nga vendimi që dha gjykata kushtetuese, në fakt që e pezulloi pezullimin për zonjën Balluku, sepse nuk e dinin ende kur e vendosën që do të kishim një kërkesë për heqjen e imunitetit dhe për arrestimin e numrit 2 të qeverisë. Kam përshtypjen që e kam thënë edhe ke kolegut e tjerë, tanët, që i kishte një zgjedhje detyruar për zotin Berisha dhe kupolën e Partisë Demokratike. Shiko pandi, pas 11 majit, me gjithë ato humbje dërmuese, pas gjithçka që ndodhi, Partia Demokratike as nuk bëri analizë, as nuk u riorganizua me forcë dhe me shpejtësi për të marrë veten nga kjo humbje shokuese, por zgjodhi të priste raportin final të SBO-dirit për të parë ç'thon ndërkombëtarët, por në fund ditës, qofse ti ke bindje që zgjedhjet janë vjedhur, çfarë të duhet ty ratifikimi ndërkombëtar, domethënë, ajo normal, kurdo që të vi, pro ose kundër teje qëndron aty. Nëse është pro teje është një argument më shumë, nëse është kundër teje, okay. Por problemi është që PD-ja nuk mundet do ta linde veten në rënje të lirë që nga 11 maj. Domethënë 11 maj humbën dhe pastaj pushime të gjithë. Pushime verore. Dhe protestat u premtuan me njëherë mbas 11 maj dhe po ndodh vetëm tani 22 dhjetor. Humbën kontaktet me bazën, njerëzit u zgënjyen edhe më tej, kështu me radhë. Gjithë premtimet e zotit Berisha ngelen në rrugëve, u lanë rrugëve dhe kështu me radhë. Në momentin kur patëm një moment të ri politik brenda Partisë Demokratike, që ishte zoti Seliani, i cili dhe zoti Ali Mehmeti, të cilët kërkuan një analizë, një rikthim tek baza, një zë ndryshe, një qëndrim ndryshe, duke ironizuar dhe foltoren përpara zyrës së Ramës, duke thënë që nuk mundet Rama me foltore përpara zyrës, sepse aty vetëm është argëtim, është një lodër, le themi, politike, e cila është për të kaluar kohën e lirë, por nuk ka forcë, nuk ka fuqi politike për të goditur qeverinë. Në këto kushte, kur ky zë filloi të qartësojë në bazën e Partisë Demokratike, Berisha e rimori këtë argument dhe menjëherë shpalli nisjen e protestave dhe të revoltave, stinës së revoltave. Mund ta përkthejmë më shumë për të shuar zërat e pakët që ishin në Partinë Demokratike. Ky është një përfitimi i parë. Përfitimi i dytë për zotin Berisha ishte se kur ti ke revolta, protesta kombëtare dhe angazhon bazën drejt kësaj energjie të re, presupozohet që edhe gjithë njerëzit mbështiten rreth teje. Pra, domethënë ti i grupon. Edhe ata të cilët mund të kishin ndërmend thonin diçka, tani tashmë janë tek ti, domethënë. Pra, forcohet gardi në një farë mënyre.